Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli në konferencë me gazetarët për pronat që SPAK-u i sekuestroi pak ditë më parë Salvador Aliut, i cili u cilësua si bosi i trafikut kokainës. Berisha analizoi vetëm një prej këtyre pronave, projektin për hotelin Zigzag në Vunall dhe mënyrën si ishte marrë prona nga vllai i Salvador Aliut, Isa Aliu, në një prej zonave më të bukura të Bregdetit shqiptar. Sipas kryetarit Partisë Demokratike, në dokumentat që Isa Aliu ka dorëzuar në kadastër për regjistrimin e pronës, mungon emri i banorit të zonës që ja ka shitur këtë pronë Isa Aliut. Toka nuk ka shic. Po, toka nuk ka shic. Nuk ka. Unë e kuptoj se ju thoni si ka mundësi. Në Republikën e Kolonel Buendias të Garcia Marquesit funksionon vetëm fantazia, pra kjo është e vërteta. Toka nuk ka shic. Kjo është shteti i Edi Ramës, i narkoshteti i Edi Ramës. Berisha pretendon se në procesin e regjistrimit të kësaj prone prej 15.000 metra shkatror ka disa falsifikime, duke ngritur akuzat se Isa Aliu është ndihmuar nga zyrtarët e administratës. Sipas Berishës, regjistrimi i pronës është bllokuar fillimisht në kadastër për 3 vite, e më pas është regjistruar edhe pse emri i shitësit mungon. Nga ana tjetër, sipas Berishës, edhe pse prona ndodhet në një zonë me shkure, ajo është shënuar si pemtore. Pse pemtore? Sepse ullishtet u nda në 7.500 mijë. Dhe për ta bërë këtë të ndashme me 7.500 mijë, shpallin pyllin ullishte. Ja shqipën i sa ullishte. Që të shkone atje dhe të gërmoni ju garantoj se 1 metër në thellësisë do të gjeni një kokër ulli. Një farë ulliri, një bërtham ulliri s'pun gjeni aty. Berisha ka hedhur akuza se toka ose ka qenë publike dhe është marrë nëpërmjet falsifikimeve ose sipas tij, kjo parcel toke është pikërisht në zonën që pretendohet nga familja e kryeministrit Edi Rama në Vunall.